Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për çështjen e Belinda Ballukut, teksa Këshilli i Ministrave, pra qeveria ka nxjerrë një shkresë sipas së cilës kërkon pezullimin e vendimit të gjykatës së posaçme derisa të shprehet gjykata kushtetuese në raport me çështjen e Belinda Ballukut. Por çfarë fshihet pas kësaj shkrese dhe cili do të jetë fati i vet Belinda Ballukut, apo e mbron atë Edi Rama, apo është duke lëshuar në duart e drejtësisë? Për të folur për këtë çështje, por edhe tematika të tjera, ne kemi të ftuar avokatin e njohur, zotin Romeo Kara. Zoti Kara, përshëndetje. Përshëndetje Bardhi. Avokat, si e shikoni këtë lëvizje të kryeministrit Edi Rama, i cili ka nxjerrë një shkresë ku kërkon pezullimin e vendimit të gjykatës së posaçme ndaj Belinda Ballukut? A ka nisur një luftë e qeverisë me sistemin e drejtësisë në këtë rast? Për të kuptuar mirë filozofinë e ekzistencës të ndarjes pushteteve, unë mendoj që pikërisht kjo strukturë që është krijuar, SPAK-u, do të ketë për një kohë gjatë një ballapaqim me qeverinë apo me qeveritë që kanë qenë përpara kësaj. Pasi është krijuar pikërisht për goditur krimin e organizuar dhe korrupsionin. Pra do të jenë përballë njëra tjetrës si struktura që njëra punon në ekzekutiv dhe tjetra do të kontrollojë ligjshmërinë e do të është organi i akuzës në lidhur me konstatimet dhe hetimet që do të bëjë për persona të ndryshëm, po qoftë edhe për grup persona të ndryshëm. Kështu që do të mësohemi me përballje të tilla që do të ketë fillojnë tani në një shkallë më të gjerë me sa shoh, edhe në të ardhmen. Pra SPAK-u ka fituar një pavarësi më plot dhe nuk ka më atu, nuk ka më mund ndalura me sa shoh, po prevalon një mentalitet i ri dhe po del, si më thon, në fushë me gjithë lojtarët, po them, me gjitha parametrat. Tashmë kjo qeveri që është do të ketë bëj besoj edhe në të ardhmen me forma të tilla, nëse gjykata kushtetuese do ta konsiderojë të ligjshme vendimin konform kushtetutës, pra të përputhur me kushtetutën vendimin e gjykatës së posaçme, nuk është çuditë, kemi dhe lëvizje të tjera të kësaj natyre nga të propozuara nga organi akuzës dhe të miratuara nga gjykata e posaçme. Por hapi i parë do të shihet këto 2 ditë, pasi do të mbihet gjykata, do të verifikoj personin e pandehur, kushtet në të cilat është dhënë masa dhe do ta dëgjoj direkt atë dhe avokatët e saj. Dhe nëse gjykata e lë në fuqi këtë vendim lidhur me këtë masë ndaluese, se kemi 2 masa, me këtë masë shërnguese kemi një masë ndaluese dhe një shërnguese. Një për mosdaljen jashtë vendit, edhe për pezullimin e tyre. Atëherë kjo masë do të respektohet nga vetë qeveria deri në momentin që do të shprehet gjykata kushtetuese. Pra do të jetë në fuqi si masë, unë kështu e shoh. Pra ky do jetë një ngërç. Qeveria kërkon që të pezullohet kjo masë derisa të shqitohet, pra gjykata të marrë një vendim, siç kemi rastet e pezullimit që marrin gjykatat lidhje me ekzekutimin e vendimeve, po në këtë rast mund të kemi një përgjigje, mund mos e kemi, unë nuk di të them, besoj se do mblidhet me urgjencë dhe gjykata kushtetuese, po deri momentin që ajo do mblidhet për një vendim provizor, pra për pezullim, apo për hetimin dhe gjykimin themel, unë mendoj që ajo masë do qëndroj. Nëse e lë në fuqi, se bëna 5 ditësh, ajo ministra do të paraqitet në gjykatën e posaçme për verifikimin e kushteve të masës. Po, do paraqitet ditën e nesërme, të paktën sipas njoftimit të bërë nga gjykata e posaçme. Atëherë, nesër do të shohim, do të jetë fuqi masa apo jo? Dhe pastaj do të shohim, do të vijojnë hapat për të cilët unë fola. A do të kemi një vendim të shpejt pra për pezullimin ose jo nga gjykata, derisa ajo të shërtoj,
dhe pastaj do ta gjykoj themel. Në këtë rast, sa i përket shkresës, kjo është një lëvizje nga ana e Edi Ramës për të shpëtuar Belinda Ballukun apo për të lartëtuar dhe për t'ia adresuar gjithçka sistemit të drejtësisë për ta zgjidhur ai çështjen Balluku? Tani ka një konflikt se nesër mund të jemi përpara faktit që mund ta kërkojnë këtë pezullim, këtë masë shërnguese edhe ndaj kryeministrit, edhe ndaj ministrave tjerë, nuk është çudi. Fakti është që ligji i kodit ynë i procedurës neni 242 parashikon që këto masa shërnguese nuk merren vetëm për personat e zgjedhur me votë elektorale, pra për deputet, kryetar bashkie, antar të këshillave bashkiak apo personat tjerë që janë votuar. Kështu që ne nuk kemi në kodin ton elektoral, kodin ton zgjedhor, që ne votojmë për kryeministrin direkt, apo për ministrat. Në atë rast nuk do të ishte marrë kjo mas, ishte pa mundur ligjërisht, pra do të kemi një sqarim të kësaj situate. Se nesër mund ndodhi që të jenë disa ministra një të kohë të cilët detyrohen të jenë në këtë mas. Nëse gjykata e kërkon organi akuzës dhe miraton gjykata. Atëherë çfarë do të ndodh? Pra, vetë ekzekutivi kërkon të sqarojë deri ku mund të arrijë zbatimi i kësaj masës, se ka vetëm një shpjegim të thatë me një rjesht, me një fjali për këtë që po them unë, që nuk zbatohet në rastin e deputetëve me sa lihet me kuptu, kryetarët bashkisë, të mini bashkive në base, po dhe këshillave bashkiake. Sa i përket pjesës së takimit midis kryeministrit Edi Rama dhe zëvendës kryeministres Belinda Balluku, si mendoni, çfarë është diskutuar në një takim për 7 orësh sa i përket çështjes Balluku, një takim i cili erdhi më njëherë pas vendimit të gjykatës së posaçme. Në këtë rast kemi të bëjmë me presione, shantazhe ndaj njëri tjetrit mes Ballukut dhe Ramës për të mos lëshuar Rama Ballukun, apo thjesht është diskutuar për çështjen sa i përket hapave ligjore që do të ndiqen? Ka një takim kaq gjatë. Gjua shantazhi, tensioni nuk mund zgjasë 7 orë. Besoj se kanë qenë duke u konsultuar për zgjidhjen juridike. Pra, me sa kuptoj unë, nuk e kanë parashikuar të hap. Unë personalisht e kam parashikuar për shembull. Por ata nuk e kanë parashikuar, janë gjendur gafil, dhe duke gjithë përpara këtij fati kryer, po të papërgatitur, kanë diskutuar gjatë lidhur me këtë situatë, mbasi kanë diskutuar edhe tema tjera, se ne nuk i dimë. Por, duke qenë që kemi qenë të interesuar ta dimë, ky takim 7 orësh na ka bërë përshtypje, por nëse ka zgjatur 7 orë lidhur me këtë çështje, do të thotë që kanë diskutuar më shumë si të gjenë një zgjidhje juridike për të dalë nga po ta marr në thojza nga ky kurth juridik ku gjenden, nga ky kurth ligjor. Që nuk Dorvaki nuk e duan një tjetrin, apo e duan më tepër sa mendojmë ne, nuk mendoj që mund zgjasë 7 orë shantazhi. Është e pamundur dhe nga ana psiqike të përballohet një shantazh 7 orë. Nuk besoj se kanë vënë në torturë njëri tjetrin. Ngjarja ka qenë e pritshme, që do ketë një përshkallëzim nga organi i akuzës. Ata mund të kenë pritur, për shembull, po mendoj unë, që të shkojnë një kërkesë nga prokuroria në parlament për heqjen e imunitetit, por në të vërtetë vati kjo kërkesë për pezullim. Unë duke menduar që heqja e imunitetit nuk mund të bëhet, pasi mazhoranca i ka votat, atëherë ka parë këtë rrugë organi i akuzës, po dhe gjykata, duke ka dhënë edhe zbardhjen e vendimit, pra që të mos preket integriteti i procesit, të kryen vepra të tjera të ngjashme apo largimi nga vendi. Si është e mundur që Edi Rama, ndryshe nga eksponentët e tjerë, qoftë të qeverisë apo të Partisë Socialiste, në shumicën e rasteve i ka lëshuar
që në hapin e parë, ndërsa ndryshe po ndodh me Belinda Ballukun ku duket se ka dalë hapur në mbrojtje. Ju si e shikoni këtë sjellje të Edi Ramës që në një rast deklaron se nuk i komenton vendimet e gjykatave ose më saktë hetimet e prokurorisë dhe sot i komentoi hapur ato në konferencën që pati me komisionerin e zgjerimit Marta Kos. Tani, po të kishin bëni me njerëz kaq parimor, do i kishin punën ndryshe në Shqipëri, nuk i komenton përgjithësi, por në të rast kur nuk ka çfarë bën të i komentoj edhe do t'i zbatoj bile për këtë. Se po drejton një qeveri, ne kemi atë shprehjen e urtë, shtëpia me tjekulla, qeveria me rregulla. Tani po fillojnë ca rregulla, pikërisht për të kemi folur për ndarje pushtetesh. Le të mos i komentoj, po t'i zbatoj. Nëse ka, tani që e komentoj, besoj e ka për të sqaruar opinionin, pasi imazhi politik është i prekur, jo pak, por organi i akuzës dhe uroj dhe gjykata duhet të jenë të qetë në punën e tyre dhe të vazhdojnë të bëjnë atë për cilën kanë bindje. Kjo është shumë e rëndësishme. Nuk besoj se emocionohen më, besoj palët kanë treguar në eshtje që secili do bëj punën vet, nuk ka më lëshime, dhe një pjesë e mirë e organit të akuzës e ka kuptuar që puna duhet të vazhdoj të bëhet më me përkushtim, asgjë nuk është e pamundur. Mund të kemi nesër kërkesë për një numër jo të vogël njerëzish që do pezullohen. Pra duhet shohë çdo njeri dhe çdo institucion, çdo pushtet duhet ta shohë të keqen ke vetja, jo tek pushtetet e tjera. Kjo është loja në demokraci. Nuk mund t'i ketë më ekzekutivi të gjitha pushtetet dhe ne po kërkojmë patjetër që e gjithë qeverisja të vihet mirë në shinat e ligjit. Me çfarëdo kosto që tjetë ajo. Avokat, ju thatë se në këtë rast Edi Rama është kapur gafil sa i përket çështjes Balluku dhe veprimit të gjykatës së posaçme kundrejt saj. Në lojën e shahut që po luhet me sistemin e drejtësisë dhe pushtetit ekzekutiv, a mendoni se në këtë rast drejtësia, pra konkretisht Spaku dhe gjykata e posaçme po i afrohen gjithnjë më shumë Edi Ramës dhe se pas Ballukut mund ta ketë radhën ai? Po unë e thash që fillim, se ne nuk kemi votuar kryeministrin apo presidentin. Si popull. Asnjëri prej tyre nuk zgjidhet nga ne me votë direkte. Atëherë, po kryeministri, unë bëj pyetje, deri tani kemi vajtë ke nën kryeministri. Falni se kemi të opirje. S'ka gjë. Atëherë, de facto, që ka, po e shoh që ligjërisht që ka mundur nesër të pezullojë edhe kryeministrin. Pra ky është një moment shumë i rëndësishëm juridik që ja vlen sqarohet për mëtej. Pra mesazhi është i qartë, kur një nën kryeministër mund të ndalohet dhe pezullohet me vendim gjykate, atëherë dhe kryeministri mund pezullohet. Pra ne do ta lexojmë në këtë mënyrë, domethënë. Edhe organi i akuzës dhe gjykata kanë bërë lëvizjen e tyre. Tani të shohim si do vendosi edhe gjykata kushtetuese. Në këtë rast, pra, këta persona mund të jenë fuqishëm në parlament, mund të jenë fuqishëm në ekzekutiv, por mund mos kenë asnjë lloj fuqie në fushën e procedurës penale edhe të zbatimit masave. Mirë do t'ishte, ajo që unë personalisht e kam thonë për shumë vitesh, që ne të mos kemi imunitet ka shindjekës penale për asnjë person, që nga presidenti deri ke qytetari me thjesht. Kemi krijuar një kast, nuk ka bërë asnjë para ligjit. A do të vendosur në kushtetut kjo? Patjetër, ne mund ta heqim, ta votojmë me ligj, me referendum bile.
A duam ne të qeverisim nga njerëz të cilët kanë imunitet nga ndjekje penale? Apo jo? Pra që trajtohen ndryshe nga ne përpara organit akuzës dhe gjykatave? Unë nuk dua. Dua që përfaqësuesi im, ata e përfaqësuesit tanë. Ne jemi aksionerët e Shqipërisë dhe zgjedhim përfaqësuesit tanë. Tani, a mundet që aksionerët e një ndërmarrje të jenë në gjyq përpara ndjekjes penale të diskriminuar krahasim me ata që ata zgjedhin, me shërbëtorët publik të tyre? Se qeveria presupozohet që është shërbëtor publik, po dhe deputetët. Pra ne kemi zgjedh asamblen e ortakëve, ne kemi zgjedh edhe pjesën e administratorëve, për që është qeveria, dhe ata kanë privilegje ka shinesh, që ne kemi zgjedh. Pra ne pas kemi fuqi të japim atyre imunitet ka ndjekjes penale, po s'ja pas kemi fuqi të japim vetes. Po nëse ne japim imunitet, atëherë nuk funksionon ndjekja penale. Do përdorin votat që të jenë më privilegjuar dhe të shmangin. Dhe tani ka pas një etik, që ka dhënë dorëheqjen. Tani do përdorin votat. Pra, fushata tjetër e ardhshme, një nga kartat politike do të jetë kjo. Pra ata që duan realisht ta bëjnë Shqipërinë dhe ta luftojnë korrupsionin. Ka vetëm një kush që të bëhet Shqipëria, të luftohet korrupsioni dhe vendoset drejtësia. Në preambullën e Bankës Botërore thuhet që varfëria në vendet e pazhvilluara të tjerë shoqërohet gjithmonë me një nivel të lartë korrupsioni. Pra do ta bësh një vend në të gjitha parametrat, në mirëqenie, në shëndetësi, në ushtri, që është shumë e rëndësishme, sot po e shohim sa e rëndësishme është, në arsime të tjerë, duhet e patjetër të luftoj korrupsionin. Nuk ka kusht tjetër. Pas kemi pasur shumë para, po përsëri gjendja jonë nuk përmirësohet, ndërkohë që nuk përmirësohet gjendja e popullit, gjendja e pushtetarëve ka kaluar imagjinatën. Unë jam pro ushtrimit të fortë të ndjekjes penale njësoj për gjithë. Pikërisht duke mbetur te kjo pikë, në këto 35 vite, edhe pse ka qenë raste sporadike, si është e mundur që arrihet deri në një shkallë të tillë të nivelit të korrupsionit dhe ka edhe një vendim gjykate, pra që e pezullon nga posti i zëvendës kryeministres dhe Belinda Balluku nuk ka dhënë dorëheqjen pra për të kryer sa një akt moral, por edhe për të shkuar përballë drejtësisë si qytetare thjesht. Dhe nga ana tjetër, pse Edi Rama nuk ka ndërmarr aktin e shkarkimit të saj? Tani, unë jo thash që imazhi i qeverisës ka rënë për tokë. Nuk është vetëm kjo, por ne shohim që se nuk është vetëm një ministre. Është në vazhdën e një grupi pambarim, kryebashkiakësh, pushtetarësh të gjitha niveleve, po dhe ministrësh. Ne kemi disa ministra në burg, besoj. Edhe një rjesht tjetër që pret atje. Dhe mund të kemi perspektive procedurash apo mbyllje procedurash në hetim që mund të konkludojnë me fillim procesës dhe komunikim akuzë shumë shpejt. Tani, në kaq vite qeverisi, në 35 vite, ne instaluam një pseudo audit, për nuk kemi pas kontrol të brendshme, të cilat për mua duhet të ballafaqohen me ndjekje penale për shpërdorim të qëllishëm detyrës, pra mosveprimi i cili në ka sjell pasoja, pra janë njerëz të cilët rrinë atje dhe me prezencën e tyre certifikojnë me eshtin e tyre. Pra nëse prokuroria gjen një tender që ka shkelje, ndërkohë që auditi e ka kaluar, e ka për detyrë ta shohë çdo tender, çdo përkryetari të ndërmarrjes. Atëherë, pikërisht duke filluar nga ky moment, ne duhet të ngrem parametrat me të cilat ngrihet një qeverisi.
Pra siç kemi auditimet, pra compliance, ashtu dhe problematikën analizës së riskut. Ka pas ndërhyrje. Auditin e brendshëm duket si gjë e thjeshtë. Po të kishte funksionuar që aty nuk do ishim të gjendje. Tani bashkë me ministrët, se nuk e paraqitoj në kuptimin aty çfarë janë thënë me tabulate telefonike, ato janë të pamohueshme dhe unë e shoh të rënd situatën, po mund të jem unë ministër nesër edhe kërkoj nga auditi një certifikim situatës, edhe ai mund të më shtroj. Po, por nuk përdor atë gjuhë apo jo? Nuk po hyke kjo pjesë, po them, nëse unë jam një ministër i cili kam ndërmend ta rregulloj një institucion, unë do kërkoj auditim. Por nëse auditi do punoj siç ka punuar, edhe unë mund të jem përballë një imazhi të rrem të situatës në sektorin ku do jem. Pra ne kemi punuar deri tani dhe janë vjedhur në bekimin e auditimit. Kjo është e tmerrshme. Po, është ndryshe të kërkosh llogari, është ndryshe të shkelësh barazi në tendera. Tani, atë nuk po të flas në përgjithësi. Po. Ashtu kam disa ditë të them që nuk ka tender që nuk është vjedhur. Tu nuk tani nëse unë them nuk ka tender që nuk është vjedhur, kuptohet pra këto auditime, çfarë pune kanë bërë deri tani. Se arrin aty si në heshtje, janë të gjithë bashkëfajtor. A kanë marrë para për vete, a kanë bërë për siguruar vendin e punës apo jo? Janë të gjithë bashkëfajtor, të gjithë duhen çuar para ligjit. A kupton çfarë po them apo jo? Se duhet ti dërgoj një mesazh të qartë edhe organit akuzës po dhe këtyre. Ne kemi vetëm një auditimi i lartë që funksionon, kontrolli i lartë i shtetit. Auditimet e tjera rrinë atje, marrin rrogën, bëjnë të dy sytë qorë, të dy veshët shurë, edhe nuk merren kur me problematika, dhe ku ka problematika duhet ketë analiza më pas, se kështu funksionon përmirësimi i çdo punën në çdo sektor. Pra ka një problem. Nuk i kanë mësuar këta këtu, agallar këtu të mblidhen, e thonë kush është përgjegjës për këtë problem, çfarë masë do marrin. Vazhdojnë probleme në mënyrë ciklike, e thonë kështu ka qenë, kështu do jetë. Dhe në fakt, në këto probleme, punët e shqiptarëve bëhen më çarap, por xhepët e këtyre që merren atje, që kanë për detyrë të merren aty, rregullohen. Dhe nga momenti që zyrtarët e lartë majmen, ndërkohë që Shqipëria capërlohet, aty kemi të bëjmë me një keqëqeverisje me qëllim. Se pikërisht ky është shkatërrim ekonomisë. Dhe i Shqipërisë të ka leverdisur ty. Dhe ne s'mund ta pranojmë. Na trashën deputet dhe ministra, ndërkohë që ne kemi kaluar si popull probleme psiqike. Të japim një mesazh, nuk ka qeverisje, pa menaxhim, pa analizë risku, pa auditim. Deri tani kemi vetëm menaxhim. Shqiptar, ti thuash prap botonin Ramën, prap botojnë. Tani, o janë smur kronik, e din që ky do qeverisi prap kështu, me ajdut që i han kumët e dardhën, ose s'duhet mësojnë. E çfarë ti bëjnë që vota ime është barabartë me votën tënde. Barabartë me votën atij ajdutit, që është atje. Ose të atij budallai që s'do ta kuptoj. Ti toleranca ti, domethënë, ka shi fjalëve tona, që i themi, e toleranca ti për të mos respektuar të vërtetën edhe vlerat, i kushton dhe atij, po më kushton dhe mua. Kështu që këtu jemi në sfidën e votës. Avokat, a mendoni se po. A mendoni se edhe kemi zgjedhje të lira të ndershme. Se aty fillon çdo gjë. Nuk ka zgjedhje të lira të ndershme në Shqipëri. Zgjedhjet i vjedhin kush ka para. I marrin, i blejnë. Ta blesh votën është korrupsion, shumë i rënd, korrupsion i cili garanton të gjitha korrupsionet e tjera. Po bardhë. A mendoni se gjykata e posaçme mori këtë vendim për pezullimin nga detyra të Belinda Ballukut
në mënyrë që kjo e fundit të mos prishte provat sa i përket dosjes për cilën është marrë pa ndehur? Jo, nuk e mendoj, kjo është dhënë atje. Është dhënë arsyetim, sot ka dalë. Dhe nuk ka mundësi të jepen masa të tilla pa shoqëruar me këtë kërkesë ligjore. Nga neni 227 e më poshtë jepen është dhënë ky arsyetim. Ku fillojnë masat shtrënguese dhe masat e arrestit. Edhe masa ndaluese. Aty është dhënë një nga pikat pse është kërkuar, arsyet është kjo. Duke u referuar konferencës që zhvilloi sot kryeministri Edi Rama së bashku me komisionerin për zgjerimin Marta Kos, ju si e lexuat, është një përpjekje për të marrë në mbrojtje Belinda Ballukun dhe deri ku mund të shkojë, apo ishte thjesht pra një justifikim sepse s'pa ka arritur deri aty sa Edi Rama është i gjendur me shpatulla pas murit? Nuk di çfarë ka thënë Kosi e çfarë Rama, nuk jam marrë me Kosin sot, kam pi vetëm një gotë qumësh mbjes dhe kam qenë në spital se kam pasur problem. Edhe nuk di të them tani. Të shkuar. Punët tu janë bërë vllall, kështu që di të them këtë që nuk ka funksionar të huaj sado detyrime miqësore apo personale të ketë ti dali përkundër punës së strukturës SPAK, aq më tepër miq tanë të vërtet dhe garant të sigurisë tonë si në fushën ndërkombëtare, po dhe në ato të brendshme, nga Shtetet e Bashkuara janë të prerë kjo strukturë, auditimi suprem që quhen ata, kontrolli i lartë i shtetit, dhe çdo faktor që do të jetë pro drejtësisë është i mirëpritur atje dhe ka në mënyrë të pakushëzuar, nëse janë në pozita të tilla, suportin e tyre. Lexoni mirë vizitën që u bë me prokurorin e çështjes nga zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit. Besoj ata që janë hall e dinë ata, po aq sa di dhe unë, arsyen e kësaj vizite. Po, do kalojmë edhe aty. Ditën e shtunë, në orën 9 të mëngjesit, Belinda Balluku dhe pandehurit e tjerë do të thirren në gjykatën e posaçme, ku do të merren në pyetje dhe do të bëhen edhe të ditura masat e sigurisë që do të caktohen në këtë rast. Ju si e shikoni vendimin që mund të jap nesër gjykata e posaçme? A do të jetë shumë përcaktues për fatin e Belinda Ballukut, apo tashmë çështja do të hyjë në kalendat greke, pra po themi thonjza sa i përket gjykatës kushtetuese? Sado që gjykata kushtetuese nuk është zgjedhur nga populli, siç duhet zgjedhur. 3 janë zgjedhur nga presidenti, 3 nga gjykata lartë dhe 3 nga parlamenti. Ne do të ketë një opinion të fortë ligjor që nuk do ta lejoj atë të shkel mbi punën e organeve të tjera drejtësisë. Pra drejtësia do të vi duke u forcuar dhe kjo punë nuk do të zgjatet për jetë. Faleminderit Zotit, miqtë tanë amerikanë, suportuesi më të mëdhenj dhe ata që i devuan, le të thonë ta që sollën në drejtësinë, se nuk e kanë sjellë ta fare. Ata që janë garant të kësaj reforme, pavarësisht që është vonuar, nuk do të lejojnë që një pjesë e sistemit drejtësisë të bëj punën ditën dhe ta prishin një pjesë tjetër natën. Këtu jemi edhe si opinionist për të mos lënë, domethënë, të bëjnë hapa pas. Bolli jemi vonuar. Deri tani jemi vonuar dhe është përfajin të ndikimit palishëm të ekzekutivit që ka pushtuar çdo pushtet, që me retorik boshe thot jemi ne ata që kemi gradat e vendosjes drejtësisë. Drejtësia është një koncept hyjnor që është për te tyre dhe do jetë në mbi kokën e tyre. Dhe kur kam folur, kam gjithë kohë që flasin besimtarë, ata nuk duan, ata që besojnë ke fuqia pushtetit tyre e pësofshin më keq se Belinda. Dhe ky është një mesazh i qartë. Se kërkuan të adhurohen si Zot,
dhe na ndaluan të jetojmë në drejtën e Zotit, ne shqiptarëve për kaq vite. Të rinë urt atje dhe t'i biden drejtësisë, mos na dërdëllisin shumë, se me iro me pa irë drejtësia e Shqipërisë do vendoset e të presin se ka akoma. Se kur më dalin këto mblefe tani nuk i mbaj dot më domethënë. Të rinë urt e ta qepin gojën bile. I kemi duruar shumë. Nisur nga akuzat që rëndojnë mbi Belinda Ballukun, si mendoni çfarë mase siguria mund të marrë gjykata e posaçme ndaj saj? Nuk e din, nëse organi akuzës, ma siguri besoj do të rinë fuqi këto. Nuk e di tani, nuk e paragjykoj. Se di çfarë mund ndodhi, por edhe organi akuzës dhe gjykata treguan që e bëjnë të hap dhe mund ta bëjnë prapë nesër. Ka shit çdo personi që nuk është i zgjedhur me votë. Tani, këto janë rregullat e lojës, të bëjnë pazar, ta dinë mirë që mund të ndodhen para kësaj mase. Ndërkohë, unë mendoj që do të jenë në vazhdim të kësaj mase. Megjithatë, s'është çudi që do të ketë ndryshim. Mase, revokim mase apo shuarje të masës. Shohë të treja opsionet janë në tavolinë. Ndërkohë SPAK ka pastisur zyrat e Ministrisë së Financave ku po heton për heqjen e gjobës për 120 milion euro ndaj Bankës Petroleum. A mendoni se SPAK në këtë rast është duke e rrethuar vet Edi Ramën dhe ministritë e tij dhe është duke, po themi, e kryqëzuar në një farë mënyre për gjithë korrupsionin që ka ndodhur, qoftë në rastin e Bankës Petroleum që shkon një korrupsion përtej qeverisjes së tij? S'është përtej qeverisjes së tij. Ky t'japi sa për vitet ku ka qenë. Po. Strukturat policore, tatimore kanë ditur. Nuk kanë mbajtur qendrim, t'japi sa. Pastaj të vazhdoi të shtrihet në kohë e sapi bashkë me vllajën e tij Berisha. Se nëse ka një përbindës korrupsionit të pamas, besoj as në Europë nuk ka pasur korrupsion të tillë. Sa Bankësi. Ta hapet më në fund Bankësi. E të shohim mirë sa krenar do jenë me qeverisjen e tyre. Por unë kam kritikën time ka shi organit akuzës dhe gjykatës lidhur me mos bllokimin e pasurive të gjithë personave. Këta në janë hequr sikur janë mbi ligjin, bile janë edhe mbi Zotin. Duhet marrë një mësim vetëm për këtë rol, e sikur ta kemë bërë pa dashje. Dhe kur ti thua, a besoni, unë po them edhe shprehjen që ka i besimtar, po inshallah, sa më shpejt, se na kanë lodhur, na e kanë kthyer jetën në hall. Ne edhe gjithë tjerëve, të vazhdojnë atje të bindën ligjit si çeça. Ka dhe forma tjera, edhe më të egra, ne duam drejtësi, as na intereson fare se mërziten këta, poftja bëjnë aty të plasin, ne duam drejtësi atje. Të respektojnë ligjet dhe të jenë sa më të forta në funksion drejtësisë, edhe të mirë funksionimit të këtij shteti që nuk është akoma shtet të shtetit shqiptar, në favor të popullit shqiptar. Nuk na interesojnë fare lëtyrat e politikës. Me çfarë do lloj posti qofshin edhe. Avokat, para pak ditësh ish kryeministri Sali Berisha, kreu i Partisë Demokratike, zhvilloi një protestë para kryeministrisë në të njëjtën ditë ku mori dhe flet thirrjen nga SPAK për 21 janarin. Si mendoni, çfarë po ndodh me Berishën dhe cili do të jetë fati i tij në raport me dosjen e 21 janarit? Berisha ka firmosur fatin e tij me atë që ka bërë. Tani është rradha e drejtësisë flasi. Fakti që flet Berisha tregon që nuk ka fol akoma drejtësia me të. Tani ti që vrave njerëzit për protestë në atë vend, del pikërisht vendin e tyre. Kjo është ironia më e keqe, më e zezë. Kjo është tallja më e madhe që mund bëhet me gjakun atyre që u vranë 21 janar. Siç i bëri talli Rama kur u vranë përkundër korrupsionit Metës, edhe mas 2 vjetësh erdhi me Metën qeverisje, e bëri kryetar parlamentit dhe pastaj president. Shpresoj të dy ta mbyllin sa më shpejt ciklin e tyre dhe të kenë të bëjnë me drejtësinë.
të flasim vetëm drejtësia me ta, jo ne. E le të flasim për gjëra, për tema më të bukura. Jemi bërë si kronikë e zezë, në çdo emision, çdo intervistë. Para pak ditësh ishte në Shqipëri zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Mark Fleming, i cili takoi edhe kreun e institucionit të strukturës së posaçme Altin Dumani. Si e keni parë këtë vizitë dhe cili është mesazhi amerikan në këtë rast, nisur dhe nga zhvillimet e fundit me goditjen ndaj Belinda Ballukut? Vazhdoni, prekeni po doni ditan preqin edhe strukturës pak. Ky është mesazhi qartë fare. Vazhdoni. Qojni gangster prapë. Guxoni bëjni. Mund t'jede këto pasojat. Unë di që njerëzit kanë mbyllur punën, por kur kanë ndryer ambasada, janë hapur çështje që kanë mbajtur për gjithë jetën pastaj. Ajo strukturë lëviz ngadalë, po me peshë shumë të rëndë. Dhe të vi burri botës nga atje këtu, vetëm për të takuar ditan preqin, unë mendoj që di çfarë them. Po nuk kërkoj fare të mirë kuptojnë ata që rrinë përballë. Kur mos mirë kuptofshin. Vazhdoni. Po ishit kaq trima, kaq fort, vazhdoni ato që guxuat ta bëni me preqin, ta bëni. Nuk është problem të shpallën e terroristë pasaj. Vazhdojnë, bëjnë trima, se do t'i mbroj ca tjerë, ca amerikanë tjerë. Vazhdojnë, atje e kanë. Kjo është dorash, kjo është dorezë e hedhur. A jetë trim, bëjnë. Bëjnë. Jo se ka i trim, bëjnë. Është kollaj të kujtosh fëmijët e prokurorëve. Bëjnë. Ku e kanë gangsterin, që nuk e qenë prapa atje? Ta bëjt. Shu puna. Shqyqyrë që e kanë krojtur më të që s'doj kryuar. Tani, ta shojmë. Se bollë i kemi duruar, do më thëmë. Ne kanë pru shpirtin majtë hundës. Ne neveritur me të krekosin e tyre. Bëj, jetë trim bëj, ja po keti ta më prenqin. Duke mbetur te pjesa amerikane dhe mbështetja amerikane ndaj SPAK-ut, gjatë kësaj vizite, por dhe paralelisht zhvillimeve në Shqipëri, duket se administrata amerikane e Donald Trump e ka shumë seriozisht luftën ndaj karteleve të drogës, teksa vendosin në sanksione edhe familjen Hysa si bashkëpunëtore me kartelin e drogës Sinaloa. Ndërkohë luftar Hysa është nga eksponentët e kësaj familje i cili ka takuar dhe është pritur në zyrë nga kryeministri Edi Rama. Në këtë rast, a është vendosur në piketën apo targetin e Shtetit Bashkuar të Amerikës vetë kryeministri Edi Rama dhe sa rrezikon në këtë rast? Nuk e di sa ku është përlyer, po që përlyer përgjigjet. Po është turpi i tij që unë jam qytetar i devotshëm për shembull i Republikës Shqipërisë. Nuk ka dënjuar presi gjitha lebakët atje në zyrë, edhe është turpi i tij që ka pritur ata. Edhe që ka pritur, jo më pastaj këtë punuar me ta. Ata i din, nuk janë funksionon mirë analiza e tyre. Ata që përpunojnë dhënat. Ata i din mirë, domethënë. Po fakti që Shqipëria është kthyer në një u shashizua gjithë vendi dhe kemi sjell një dëm të pallogaritshëm. Pak në ta që marrin vesh nga ligjet dhe shtetformimi dhe funksionimi njëkohësisht, atë dëm që i ka sjell ashashizimi i vendit, duke kthyer policinë, duke kriminalizuar policinë, ta kthesh sindikat krimi, është më e rëndë bile se gjithë korrupsionet e tjera. Dhe për të do të ketë proces tjetër. Është dëm i pallogaritshëm. E kemi bërë shtetin pa shtyllë kurrizore me atë veprim. Shohim tani. Por unë mendoj që ka vajtur në fund, nuk ka ku të shkojmë më keq se kaq. Tani do të filloj pasqyrimi, kthehemi mbrapsht.
Çfarë kanë hedhur zotëri do pres. Shqyqyr që po merret në kujdes veçantë, në patronazhim veçantë, se ka dhe këta patronazhistë, po ka dhe patronazhim nga Amerika. Ky aspekt, lufta kundër terrorizmit, ata i bindën me laps. Se ato që shesin ato 10 miliard nga i marrin nga tregu amerikan, janë jetë amerikanësh. Dhe mua të mbi dikush më shesi hedh fëmijëve të mi. Po, gjëja pari të mendohet i merë jetën. Kështu që këta nëse janë trashur në kuriz duke lëmuar popull amerikan, ti marrin për veshje aty si Noriegën të çojnë atje. E të përgjigjen atje. Ka dhe burgje të mira, burgje federale të mira shumë atje. Ka karisin atje brenda. Urojti shoh atje. Trimat e kotecit tonë. Zoti Kara, unë ju falenderoj që ishit në Agora News për gjitha mendimet dhe analizën tuaj. Falenderoj juve, ju japi porosi i bardhi, vazhdoni punën që po bëni. I akuzoj mediat të mëdha, të cilat janë paguar nga paratë e korrupsionit, ashtu dhe i pjesë e madhe opozitës, se opozita po zhytur e tëra korrupsion, dhe përkrah çdo zot i lirë dhe opozitar i cili nuk pajtohet me këtë gjendje, duke funksionuar ju si një alternativë fjalës lirë, do sfidojmë të gjithë maskaradën e ngritur mbi pazarin e mediave të mëdha, po që në fakt të mëdha kanë vetëm mëkatet. Se ti jesh furnizuar, ta kesh futur prizën tek ajo që quhet energjia e korrupsionit, domethënë. Të marrësh para pra nga korrupsioni apo nga trafiqet, edhe të pretendosh që je media lirë, kjo është shumë e rëndë. Uroj sa më shpejt i shoh dhe ata përpara drejtësisë, po sidomos sa më shpejt përpara organit të akuzës. Dhe mendoj që ardhmja do të jetë e këtyre emisioneve dhe këtyre kanaleve të reja që duket të decentralizuar të vogla, po që kanë impakt të madh për momentin, por do kenë sa më të madh besoj. Faleminderit dhe ju për kohën. Faleminderit ju. Mirupafshim. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.